Dhe ka markat ndryshëm Shqipëri. Mirë mëngjesi, mbas 3-4 ditësh. Unë po lëviz, sepse sot do bëhem rob. Bez disa folorina. Do iki të lyej flokët, do bëhem komplet ndryshe. Do haresh me mamzanën, me vjerën time. Po më qonë kërsi. Dhe thash, pse jo sot të hap kamerën dhe të përfundoj vlogun që unë kisha nisur. Ne po ikim, ditë të them që Shqipëria të ndryshon dhe nurin, domethënë. Sa bukur, diell, nice. Gjithsesi, tani do marrim një kafe të vogël në dorë, gersi kafe macchiato. Se kafe shqeto nuk e pi. Dhe do iki atje kur të jem në mes të procesit ose kur mbaroj do e hap kamerën përsëri. Yes. Se po cappuccino nuk ma do më trupin, duket e ëmbël shumë. Ndoshta nga që kam fillu t'i pi këto kafet macchiato pa sheqer pa shumë. Hej, me flokën mbarova pak vonë. Jam në shtëpi, jam mundur tek soba, po ha patetin që ka Darushi. Reflekton soba. Dhe ja. Këto janë flokët e mi. Ngjaj shumë ndryshe, më duket sikur ka dalë fytyra në dritë. E super adhuroj, për gjithë ju që jeni në Durrës, ua super sugjeroj shkoni tek Vali, AV Alura. Tenxhere, mami im ka bërë fasule me pastërma. Unë nga sot dhe fasule me pastërma tek Vjera. Qull me plants. Ka zi misra. Po. The next day. Kushi, kushi. Jo, ma. Po jo, se s'është aq ftohtë. Nuk është ma, se qa dine ke. Nona, pëjt. Nona po na vesh atletet. Mëngjesi, nona. Mëngjesi. Mirë se erdhët në një video të re në kanalin tim. Jo, babi, ja bash mami, ja mami. E për se po dalin gjithë qëndjet. Jo, jo. Sana, do bëjmë një foto me bërëshmërin. Një zjam po ne më në Hej, jemi në shtëpi. Tani do filloj të përgatis darkën, sepse ne sot do ikim në Elbasan, do kalim nga njerëzit e Gersit dhe nga njerëzit e mi. Kështu që unë do bëj pak shpejt darkën. Do letësin patatet, karotën, brokolin dhe kur të vit thjesht do i kaloj në blender, do i jep panën dhe çdo gjë është okay. Ta largoj këtu pak.
A mundohet bësh sa më shumë.